Zjarri masiv që përfshiu stallën e fermerit Gjintoma në fshatin Barbulloj të Lezhës ka shkaktuar dëme të mëdha. Flakët u përhapën me shpejtësi për shkak të erës së fortë, duke përfshirë gjysmën e stallës ku ndodheshin kryesisht bagëti të imta. Fermeri nuk arriti të ndërhynte për të shpëtuar kafshët, ndërsa për shuarjen e flakëve u deshën 5 mjetë zjarrfikëse. Gjintoma e cilëson dëmin katastrofik duke fajsuar rrjetin elektrik si shkaktarin kryesor të zjarrit. Ai thotë se mund ta rindërtoj stallën vetëm nëse merr mbështetje. Në orën 5 të mosditjes dje, më ka rënë zjarri këtu në stallë, nga shkëndia korrentit. Unë dyshoj vetëm nga korrenti që ka qenë amortizimi i dobët. Edhe më janë djeg 270 dele, vetëm një ka pështu e 40 qingja. Edhe më kanë cof edhe 2 lop e 7 viqa. Edhe stalla është 230 metra katrore, 130 metra katrore. Është djegur totalisht? Po, totalisht, kjo. Kurse tjetrën kanë ardhur zjarrfikse, kanë lajmëruar zjarrfiksen edhe ma kanë shpëtuar. A erdhën kohë zjarrfikse? Kanë ardhur në kohë, për nga largësia që ishin deri këto kanë ardhur në kohë. Duket se era... Nga era fort, ka qenë shumë erë fort edhe nuk u shifte asgjë, vetëm një dele, nga delet vetëm një ka pështu, një dele. Edhe 100 që pa të shpëtuar, edhe ai cofi ka cofë sot. A është dëm i madh për ju? Po çfarë të bëjmë tani? Dëm shumë i madh është, po s'kemi ç'të bëjmë. Paka shumë. Qa vjen nga Perëndia, nuk kemi ç'të bëjmë. Keni shpresë se mund të ndihmoni nga shteti, keni një thirrje? Na i kemi bërë gjitha tani, po na animoj mirë, s'na animoj shnok vetë. Paka shumë dëmi që a shkaktuar sa është një për llogaritje? I për llogaritur tani shumë është, po nuk e di sa, me bazë me llogari me laps si kam bërë, po shumicë. Paka shumë sa mund të jetë dëmi? 90 milion. Funksionerisht si biznes? Po. Jam me nipte me gjitha me nip të rregullt, me numër, me gjitha të matrikulluar me gjitha. Po na animoj shteti do i bëjmë përsëri. Po s'ta animoj, do të fillim të heqim edhe këto si kemi. Si mas asaj, si mas mundësive që t'na jepen. Ndërkohë shërbimi veterinar në Lezhë ka asistuar sot në grobosjen e baktive të ngordhura. Bilanci i zjarrit është shumë i madh. Rreth 311 bakti të imta dhe 11 gjedh janë djegur plotësisht në stallën e Gjintomës.